Imagjino një natë pa hënë, një rrugë të ngushtë që zbret me skodrave, dhe një ftohtësi që të futet në eshtra pa e kuptuar. Diku larg dëgjohet troku i një kali, i rregullt, i qetë, sikur koha po ecën mbi gur. Në errësirë shihen dy hije mbi shalë. Një burr rri drejt, nuk then kokën, nuk flet kot, si njeri që ka vetëm një detyrë. Një grua mbahet pas tij, e mbështjell me frikë dhe besim njëkohësisht, sepse e njeh zërin, e njeh emrin, dhe emri i vëllait në atë botë është më i fortë se çdo dyshim. Ajo quhet Doruntin. Burri i thot Doruntinës se është e Konstandini, dhe se nëna e kërkon, se duhet të kthehet menjëherë. Doruntina ngrihet, vesh rrobat e rrugës, dhe pa bërë pyetje të mëdha hipën në kal, sepse kur nëna thërret, dhe kur vëllai i vjen vet, nuk ka më kohë për mendime. Por sa më gjatë ecën rruga, aq më e çuditshme bëhet nata. Kali nuk lodhet, ajri bëhet më i ftohtë, dhe heshtja midis tyre bëhet e rëndë, si të ishte diçka që nuk lejohet të thuhet. Doruntina e ndjen se diçka nuk shkon, por nuk e gjen fjalën. Dhe pastaj, kur dera e shtëpisë hapet, gëzimi zgjat një çast, dhe gjithçka përplaset te një pyetje e vetme. Kush e solli Doruntinën? Kjo pyetje e ka bërë historinë të mbijetojë për shekuj, sepse nuk është vetëm misteri një nate, është provë një vlere, e një fjale të dhënë, e një nderi që nuk pranon justifikim. Sot do ta ndjekim këtë histori si rrëfim dhe si hetim, si mit dhe si psikologji. Dhe do të shohim pse një popull e ka ruajtur kaq gjatë, sikur të ishte një paralajmërim që nuk duhet harruar. Shtëpia e 9 djemve. Doruntina u rrit në një shtëpi ku jeta kishte zë. Obori mbushej me hapa, me të qeshura të shpejta, me debate burrash, me këngë pune dhe me erën e bukës që dilte nga brenda. 9 djem do të thoshin forcë, siguri, mbrojtje dhe një emër që nuk shkelej lehtë. Në atë botë, shtëpia ishte si një kështjell e vogël, dhe djemt ishin muret e saj. Por mes gjithë atij burrimi, Doruntina ishte vetmja vajzë, dhe për këtë arsye ajo bëhej edhe më e çmuar. Ajo ishte gëzimi i nënës, por edhe frika e saj, sepse vajza në tradit ishte gjithmonë në kufi, midis nderit dhe rrezikut, midis lumturisë dhe humbjes. Nëna e Doruntinës e shihte vajzën si dritë që mund të shuhet shpejt, prandaj e mbante afër, e mbronte, e mësonte të rritej me maturi, dhe njëkohësisht e dinte se një ditë do t'i vinte koha të largohej. Kur vjen fjala e martesës, shtëpia nuk e merr si festë të pastër. Martesa Doruntinës do të bëhet në një krahin të largët, jashtë botës së përditshme të familjes së saj, që nga ajo ditë, ajo jeton mes njerëzve të huaj, larg zërit të nënës dhe rrugëve ku ishte rritur. Doruntina nuk është thjesht person që martohet. Ajo është pjesë e nderit të shtëpisë, dhe kur nderi lëviz, gjithë shtëpia dridhet. Nëna kundërshton me lot, jo sepse e urren martesën, por sepse e urren largësinë. Vëllezërit e shohin si fat të natyrshëm, por nëna e sheh si shkëputje. Dhe në këtë tension lind fjala që do të bëhet boshti i tragjedisë, sepse kur njeriu kërkon qetësi, jep premtime që nuk e di sa do t'i kushtojnë. Në këtë shtëpi, fjala nuk ishte dekor, fjala ishte ligj, dhe Doruntina do të bëhej prova se sa i fortë ishte ai ligj. Martesa larg dhe çasti i ndarjes. Dita kur Doruntina niset nuk është thjesht ditë udhëtimi, është ditë ndarjeje, dhe ndarja në tradit ka gjithmonë shije vdekje të vogël. Nëna e shikon vajzën teksa bëhet gati, teksa rregullon rrobat, teksa përpiqet të duket e fortë, dhe e di se pas pak shtëpia do të ndryshojë përgjithmonë. Në atë kohë, largësia nuk matet me kilometra, matet me mungesë lajmesh. Mund të kalojnë muaj pa një fjalë, mund të kalojnë vite pa një shenje, dhe pikërisht kjo e bën nënën të dridhet, sepse ajo nuk po humb vetëm praninë e Doruntinës, po humb të drejtën për të ditur. Vëllezërit përpiqen ta qetësojnë, i thonë se vajza do të jetë mirë, se familja ku shkon është respektuar, se gjithçka do të rregullohet. Por nëna e di se jeta nuk rregullohet gjithmonë, prandaj kërkon diçka më të fortë se ngushëllimi. Kërkon një garanci që të lidhet me nder. Këtu del Konstandini. Ai e sheh frikën e nënës dhe e kupton se fjalët e zakonshme nuk mjaftojnë. Ai premton se sa herë nëna ta kërkojë Doruntinën, ai do ta sjellë. Nëna nuk e lë të kalojë si fjalë e hedhur. Ajo kërkon besë, dhe kur besa jepet, fjala bëhet gur. Doruntina niset e shoqëruar nga lutjet dhe nga lotët, por pas saj mbetet një premtim i ngulitur si gosht në kohë. Ky është çasti kur historia ndëron shin. Nuk është më vetëm histori martese, është histori e një kontrate morale që nuk njeh kthim. Doruntina largohet drejt jetës së saj të re, por në shtëpi mbetet një pritje pa shprehur. Pritja që një ditë dikush do të duhet ta mbajë fjalën, pavarësisht se çfarë sjell jeta.
Dhe kur njeriu e vendos nderin mbi natyrën, ai pa e kuptuar hap derën e një misteri që mund të zgjasë një jetë të tërë. Besa e Konstandinit, fjala që u bë ligj. Nëse do ta kuptosh këtë histori, duhet të kuptosh se besa nuk është premtim që e thua për të dukur i mirë. Besa është një lidhje që të mban, edhe kur ti do të ikësh. Kur një burr jep besën, ai po thot se emri i tij do të jetë pengu i asaj fjale. Nëse fjala prishet, prishet edhe emri. Nëse fjala mbahet, nderi rritet. Prandaj besa në tradit nuk është luks moral, është mekanizëm mbijetese. Ajo e mban shoqërinë të funksionojë ku nuk ka ligje të forta, kur drejtësia është larg, ku rreziku është afër. Besa është garancia që një njeri nuk do të bëhet ujk për tjetrin. Dhe pikërisht për këtë arsye, besa ka edhe një anë të errët, sepse kur e bën absolute, ajo nuk njeh përjashtime. Konstandini e jep besën për të qetësuar nënën, por pa e ditur ai e vendos veten në një provë që mund të shkojë përtej jetës. Ai mendon për sot, por besa mendon për nesër. Ai mendon për fjalën, por fjala mendon për pasojën. Dhe në një botë ku besa është ligj i pashkruar, ligji nuk pyet nëse je i lodhur, nëse je i sëmur, nëse je larg. Kjo e bën historinë të frikshme, sepse tregon një sistem moral që nuk fal. Në këtë sistem, vdekja nuk është gjithmonë fund. Vdekja mund të jetë vetëm një pengesë që e zgjidh nderi. Legjenda nuk thot se Konstandini u ngrit sepse donte të tremte. Ajo sugjeron se ai u ngrit sepse nuk kishte zgjedhje tjetër, sepse besa e pambajtur është turp që nuk lejohet të rrijë mbi varr. Kështu, fjala e tij fillon të jetojë si hije mbi shtëpinë. Dhe sa herë që nëna mendon për Dorontinën, ajo nuk mendon vetëm për vajzën, mendon për besën e dhënë. Dhe ky mendim është si një thirrje që nuk pushon. Vitet pa lajme, pritja që shndërrohet në dhimbje. Pritja është një gjë e çuditshme, sepse në fillim është shpresë, pastaj bëhet zakon dhe në fund bëhet dhimbje e pastër. Nëna e Dorontinës pret një lajm, një fjalë, një shenjë, por heshtja i kthehet si mur. Në atë botë nuk ka mesazhe të shpejta, nuk ka siguri. Nëse nuk vjen njeri, nuk di asgjë. Dhe kur njeriu nuk di, mendja krijon skena. Nëna imagjinon vajzën në një shtëpi të huaj, në ditë të vështira, në lot të fshehur. Pastaj imagjinon edhe më keq, sëmundje, fatkeqësi, rrezik. Çdo ditë që kalon pa lajm, e rrit këtë errësirë brenda saj. Dhe kur errësira rritet, ajo fillon të kërkojë diçka ku të mbështetet. Dhe e vetmja gjë ku mund të mbështetet është fjala e dhënë nga Konstandini. Ndërkohë, jeta godet familjen me tragjedi. Djemt largohen, përplasen me luftëra, me sëmundje, me hakmarrje, me fatin e egër të kohës. Një nga një, vëllezërit bien, dhe çdo vdekje e re ja heq nënës një shtyllë, por ja shton peshën besës, sepse sa më pak njerëz të mbeten, aq më shumë ajo kapet pas asaj fjale. Pastaj vjen goditja e fundit, vdes edhe Konstandini. Në atë çast, besa bëhet si një borxh pa dorë që ta paguaj. Dhe kjo është pika ku pritja kthehet në zemërim. Jo zemërim ndaj djemve, por ndaj fatit, ndaj botës, ndaj tokës që i mbylli të gjithë. Nëna nuk është më thjesht e trishtuar. Ajo është e zbrazët, dhe kur njeriu është i zbrazët, fjalët që thot bëhen të rrezikshme. Ajo fillon ta thërras Dorontinën jo si kujtim, por si të drejtë, dhe ta thërras besën jo si vlerë, por si detyrim që duhet të kthehet në veprim. Vdekja e vëllezërve, ku shtëpia mbetet bosh. Kur një shtëpi humb një djalë, humb një zë, kur humb nënt, humb shpirtin e vet. Obori që dikur gumëzhinte, tani ka vetëm hapa të rrallë dhe një heshtje që nuk e mbush dot asera. Nëna ecën brenda shtëpisë si në një vend të shenjtëruar nga dhimbja. Çdo qoshe i kujton diçka, një shami, një vegël, një shtrat ku dikur flinte një bir, dhe kur kujtimet bëhen kaq të forta, ato fillojnë të duken si prani. Nëna nuk ka me këtë flas, prandaj flet me hije. Dhe kur flet me hijet, fjala e besës del gjithmonë në sipërfaqe, sepse besa është i vetmi premtim që ende rri gjallë në atë shtëpi të vdekur. Në këtë pikë, legjenda e vendos nënën përballë varrit të Konstandinit. Ajo shkon atje jo vetëm për të qarë, por për të kërkuar llogari, sepse në kulturën e besës nuk ka gjë më të rëndë se shkelja e saj. Dhe nëna, e mbetur pa asgjë, nuk ka më frikë nga shkelja e kufive. Ajo i flet tokës si t'i fliste një njeriu. Ajo i kujton Konstandinit fjalën e tij. Dhe plot dhimbje, ajo e mallkon që nuk e mbajti fjalën e dhënë. Ky mallkim nuk është thjesht urrejtje. Është dhimbje që kërkon drejtësi.
është një nën që thotë se nuk pranon të humbas vajzën pa u përmbushur fjala. Në atë çast, diçka lëviz në botë, sepse kur dhimbja bëhet ultimatum, ajo prek edhe të pamundurën. Tani fjala nuk rri më vetëm në gojë. Ajo kërkon trup, kërkon rrugë, kërkon të kthehet në veprim. Mallkimi i nënës, thirrja që zgjon të vdekurin. Mallkimi i nënës në këtë histori nuk është si mallkimet e zakonshme që thuhen në zemërim të shpejtë. Është një thirrje e ngadalshme, e rëndë, e mbështetur mbi humbje të mëdha. Nëna nuk ka asgjë për të humbur. E vetmja dritë në fund të tunelit ka ngelur bija e saj. Prandaj fjala e saj bëhet sigurt. Ajo nuk kërkon pasuri, nuk kërkon hakmarrje. Ajo kërkon vetëm doruntinën. Dhe në momentin kur ajo e thërret besën, ajo nuk po thërret vetëm një premtim, po thërret një rregull të shenjtë të botës së saj, sepse për të, fjala e dhënë është më e fortë se çdo arsyetim. Nëse Konstantini e dha besën, atëherë ajo besë duhet të mbahet, edhe nëse ai është nën dhe. Sikur mallkimi të mos jetë thjesht zë, por komandë, sikur toka të mos jetë vetëm tokë, por vend ku borxhet morale ruhen. Dhe këtu lind ideja më e frikshme, ideja se vdekja nuk e shuan detyrimin. Në këtë botë, njeriu mund të shuhet, por emri i tij mbetet, dhe emri i tij mban bar. Prandaj, kur nëna flet, ajo e vë barën mbi emrin e Konstantinit, dhe emri i tij nuk mund të qëndrojë i turpëruar. Kështu, ringjallja nuk është mrekulli për të çuditur, por pasojë për të pranuar. Është logjik e një kodi që nuk fal, dhe sa më shumë e mendon, aq më shumë kupton pse kjo histori ka friksuar dhe ma gjep surpreza, sepse na tregon se një fjalë e dhënë mund të bëhet si zinxhir, dhe zinxhiri mund të lidh edhe pas fundit. Nëse kjo është lavdi apo mallkim, këtë do ta vendosë secili që e dëgjon. Nata e kthimit, kali, rruga dhe heshtja. Pastaj vjen nata që e mban gjithë historinë mbi shpinë. Doruntina zgjohet nga një trokitje, nga një zë që e thërret me emër, dhe kur hap derën, sheh Konstantinin. Ai duket ndryshe. Ai i thot se nëna e kërkon. Ai i thot se duhet të kthehet tani. Doruntina ndjen një ftohtësi të çuditshme, por e shtyp, sepse kur vëllai flet, sidomos në një shtëpi të huaj, fjalët e tij duken si urdhër dhe si shpëtim njëkohësisht. Ajo hipën në kal, mbyll derën pas vetes, dhe rruga e natës e gëlltit. Kali ecën shpejt, por pa panik. Konstantini nuk flet shumë. Ai ri drejt, sikur të mos ishte njeri që ka ardhur për vizitë, por njeri që po kryen diçka që i është urdhëruar. Sa më gjatë ecin, aq më e çuditshme bëhet udhëtimi. Doruntina e ndjen se rruga është e gjatë, por koha duket e shkurtër. Ajri i natës të bën të marrësh frym me vështirësi, dhe në heshtje, mendja e saj fillon të bëj pyetje që goja nuk guxon t'i thonë. Pse erdhe vetë? Pse nuk erdhi lajmëtar? Pse nuk pushon kali? Pse je kaq i ftohtë? Por ajo nuk pyet, sepse pyetja do ta prishte sigurinë që e mban në shal, dhe siguria e vetme është emri. Emri i vëllait. Doruntina vëren se ai nuk ka aromë të gjallë, se zëri i tij është i sheshtë, se trupi i tij nuk ka ngrohtësi. Ajo vetëm ndjen një frikë të pashpjegueshme, si një alarm i brendshëm. Dhe kur më në fund shfaqet shtëpia e nënës, Konstantini nuk zbret, nuk hyn, nuk kërkon ujë, nuk kërkon fjalë. Ai thjesht e sjell Doruntinën deri te porta, dhe pastaj zhduket, sikur detyra e tij të kishte qenë vetëm kjo. Kush të solli? Çasti kur realiteti thyhet. Nëna e hap derën dhe e sheh Doruntinën, dhe për një çast fytyra i mbushet me jetë. Ajo e përqafon, qan, e prek sikur të mos besonte se është e vërtetë. Por gëzimi është i shkurtër, sepse nëna nuk është vetëm nën. Ajo është edhe kujtesë, edhe logjikë e dhimbshme. Ajo e di se të gjithë djemt kanë të vdekur. Ajo e di se askush nuk mund ta ketë sjell vajzën, të paktën jo nga ata që ajo njeh. Prandaj pyet menjëherë, kush të solli? Dhe Doruntina përgjigjet pa menduar gjatë. Konstantini. Kjo përgjigje e shndërron dhomën në akull, sepse tani ose Doruntina po gënjen, ose nuk e kupton çfarë po thot, ose diçka e pamundur ka ndodhur. Nëna e kupton se besa që ajo thiri pranvarit mund të ketë marrë përgjigje, dhe kjo përgjigje nuk vjen si bekim, por si tronditje, sepse nëse Konstantini u ngrit, atëherë vdekja nuk e mbyll dot gjithçka. Nëse nuk u ngrit, atëherë Doruntina është sjell nga dikush tjetër. Dhe ky dikush përdori emrin e vëllait. Të dyja janë të frikshme. Njëra të thotë se varri nuk është i mbyllur, tjetra të thotë se emri i familjes mund të përdoret si mas. Nëna e shikon Doruntinën dhe nuk di çfarë të besoj.
sepse besimi dhe frika përplasen brenda saj. Dhe pikërisht këtu pyetja merr formën e saj të plot. Nuk është më thjesht kush e solli Doruntinën. Është çfarë force e solli? Është a ka një ligj që qëndron mbi natyrën? Dhe kur njeriu e hap këtë pyetje, nuk kthehet më mbrapa, sepse tani ai e sheh botën me sy tjetër, si një vend ku fjala mund të jetë më e rrezikshme se shpata. A u ngrit Konstantini nga varri? Në leximin mitik, përgjigjja është e thjeshtë dhe e pamëshirshme. Po, Konstantini u ngrit nga varri, jo si njeri që kërkon jetë, por si njeri që kërkon ta mbyll borxhin e besës. Kjo ide është aq e fortë sa populli e ka treguar për shekuj pa pasur nevojë për prova, sepse legjenda nuk kërkon prova laboratorike. Ajo kërkon kuptim moral, dhe kuptimi moral këtu është se fjala e dhënë nuk vdes. Në këtë botë, nderi është i shenjtë, dhe kur nderi rrezikon të mbetet borxh, edhe varri hapet. Konstantini bëhet figurë e detyrës absolute. Ai nuk ka emocione, nuk ka ngrohtësi, nuk ka jetë për vete. Ai është vetëm zbatim i një fjale. Ky lexim e bën historinë si paralajmërim. Ai u thot të gjithëve: mos jep fjalë që nuk e mban, sepse fjala mund të të ndjek edhe kur ti mendon se ke mbaruar. Dhe në këtë këndvështrim, nëna nuk është thjesht nën. Ajo është zëri i drejtësisë morale. Mallkimi i saj nuk është magji e errët, është thirrje e rregullit të shenjtë. Prandaj ringjallja nuk shihet si e keqe, shihet si pasojë e domosdoshme. Konstantini nuk kthehet për të friksuar Doruntinën. Ai kthehet për të mos e lënë nënën pa fjalën e mbajtur. Dhe kjo e bën historinë të dyfisht. Nga njëra anë të mahnit, sepse sheh një besë kaq të fortë sa mund të thyej kufi. Nga ana tjetër të tremb, sepse kupton se ky kod nuk fal, dhe njeriu mund të bëhet rob i fjalës së vet. Në fund të këtij leximi, pyetja kush e solli Doruntinën merr përgjigje. E solli besa. Dhe nëse e solli besa, atëherë besa nuk është vetëm virtyt, është fuqi, dhe çdo fuqi ka çmim. Shoqëria dhe legjenda, pse kjo histori u krijua. Edhe nëse ti nuk e merr si ngjarje reale, kjo histori ka një arsye pse u ruajt dhe u përsërit. Shoqëritë nuk mbajnë mend çfarë do. Ato mbajnë mend ato histori që u shërbejnë. Legjenda e Doruntinës u shërben njerëzve sepse mbron një vlerë, vlerën e fjalës. Në një botë ku shteti është i dobët, ku drejtësia është e vonuar, ku marrëveshjet bëhen me dorë dhe me sy, fjala është themeli. Prandaj populli e ndërton një tregim ku fjala bëhet aq e fortë sa e thyen edhe vdekjen. Është si të thuash, nëse nuk e frik nga ligji, ki frik nga nderi, sepse nderi të ndjek gjithmonë. Ky është funksioni i thellë i legjendës. Në këtë kuptim, kush e solli Doruntinën nuk është pyetje policie, është pyetje kulture. E solli vetë shoqëria, sepse shoqëria nuk e duron dot turpin e një bese të pambajtur. Nëse Konstantini vdes dhe fjala e tij mbetet borxh, atëherë kodi pëson krisje. Njerëzit do të fillojnë të thonë se fjala s'ka vlerë, dhe kur fjala humb vlerën, gjithçka rrëzohet. Prandaj legjenda e mbyll borxhin me një zgjidhje të fortë, ringjallje simbolike ose reale. Nuk ka rëndësi. Me rëndësi është mesazhi. Fjala nuk mbetet pezull. Ajo ose mbahet, ose të shkatëron. Kjo e bën historinë të pavdekshme, sepse funksionon si rregull i frikshëm, por edhe si edukim. Ajo të mëson se një premtim nuk është zbukurim, është barë. Dhe sa herë që një brez i ri rrezikon ta marrë lehtë fjalën, Doruntina kthehet sërish në tregim, si një trokitje në derë që të kujton, mos harro çfarë the. Kështu, legjenda jeton jo sepse njerëzit duan të besojnë në të pamundurën, por sepse njerëzit duan të besojnë në rendin moral që i mban gjallë. Ismail Kadare dhe hetimi modern i mitit. Në kohën moderne, kjo histori nuk mbeti vetëm këngë e vjetër. Ajo u pa edhe si një enigmë që meriton hetim. Këtu hyn këndvështrimi letrar modern, ku miti nuk merret si fakt i thjeshtë, por si mekanizëm i një shoqërie. Kur një ngjarje prek themelet e një kodi, shoqëria kërkon ta kontrollojë. Kur njerëzit thonë se një i vdekur u ngrit për të mbajtur besën, kjo nuk është vetëm frikë e natës, është kërcënim për rendin, sepse nëse rendi pranon të pamundurën, atëherë humb kufi. Prandaj lind nevoja për një figurë që pyet, që mat, që kërkon shpjegim, që përpiqet ta kthejë mitin në gjuhë logjike. Ky është një hap i rëndësishëm, sepse e bën Doruntinën të flasë edhe me mendjen e sotme. Ne sot jemi mësuar të kërkojmë prova, të kërkojmë arsye, të mos pranojmë lehtë misterin. Por sa herë që përballemi me një vlerë të thellë, si fjala, si nderi, si detyrimi ndaj familjes, kuptojmë se logjika nuk mjafton gjithmonë, sepse njerëzit nuk jetojnë vetëm me fakte,
jetojnë me besime. Dhe besimet janë më të forta se faktet kur bëhet fjalë për identitetin. Prandaj Doruntina është histori që mund të hetohet pa u mbyllur. Ajo sa më shumë hapet, aq më shumë tregon se nuk ka vetëm një përgjigje. Ka përgjigje mitike, ka përgjigje psikologjike, ka përgjigje shoqërore. Dhe ky shumëzim përgjigjesh nuk e dobëson, e forcon, sepse tregon se miti nuk është thjesht trillim. Miti është një mënyrë e koduar për të folur për gjëra që si themi do drejt, si faji, si borxhi moral, si dhimbja e një nëne që nuk pranon të humbas gjithçka. Kështu, historia merr dimension të ri. Dhe pyetja kush e solli Doruntinën kthehet në pyetje për vetë shoqërinë. Fjala që nuk vdes. Kështu, pasi e ndjek historinë nga shtëpia e mbushur me zëra deri te trokitja e natës, kupton se pyetja nuk ka një përgjigje të vetme, dhe ndoshta nuk duhet ta ketë. Ndoshta Doruntinën e solli Konstandini, si në versionin mitik, sepse besa e ngriti nga varri. Ndoshta Doruntinën e solli një njeri i dërguar, dhe mendja e saj e pasi vëllain që pritej të vinte. Ndoshta Doruntinën e solli vetë shoqëria, sepse shoqëria nuk e duron dot borxhin e një fiale të dhënë. Por në të gjitha këto rrugë, një gjë mbetet e njëjtë. Doruntinën e solli pesha e fjalës. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori nuk vdes. Sepse në thelb, Doruntina nuk është vetëm vajzë që kthehet. Ajo është prova se fjala mund të bëhet fat. Ajo është tregimi që të kujton se premtimet nuk janë të lehta, se fjalët nuk janë ajër. Kur një premtim jepet në një moment emocional, ai mund të duket i thjesht, por më vonë mund të bëhet barë që të ndjek. Dhe ky është mësimi i errët i historisë. Besa është vlerë e madhe, por kur bëhet absolute, ajo mund të shndërrohet në zinxhir. Konstandini, si figurë, është madhështor sepse mban fjalën, por është edhe tragjik sepse nuk ka shpëtim nga ajo fjalë. Nëna është e dhimbshme sepse kërkon vajzën, por është edhe e frikshme sepse nuk fal borxhin. Doruntina është e pafajshme, por prap bëhet udhëtare mes dy botëve, sepse të tjerët vendosën një kot mbi shpinën e saj. Në fund, pyetja kush e solli Doruntinën mbetet si trokitje në ndërgjegje. Ajo pyet se cilin prej nesh, sa vlen fjala jote. A je njeri që e mban, apo e hedh? Sepse mund të mos ketë varre që hapen, por ka zemra që presin, dhe pritja e një zemre është një natë e gjatë. Dhe çdo natë e gjatë ka nevojë për një përgjigje.